Natyrisht që ato janë të tira për me bën politikë, mirë po janë disa premisa, disa çështje për cilat natyrisht që në instancë fundit nuk do duhej me u shfrytzu aq më tepër me u shfrytzu në dëm të interesave të Kosovës, sepse në instancë fundit ky është sistemi ynë kushtetues dhe ligjor, të drejtat e komuniteteve përfshirë dhe komunitetin serb janë të garantuara, është një kapitull i veçantë, kapitulli 3 i kushtetutës që ju garanton këto të drejta. Gjykimi i gjykatës kushtetuese i fundit në binje time ka qenë i pritshëm si i tillë, sepse në instancë fundit nuk mundet dikush si vetëm me përfaqësu komunitetin për dallim prej 9 të tjerëve të cilat janë pjesë e një grupi, bazuar në faktin që kryesia e kuvendit është organ i cili nënkupton përfaqësimin e grupeve politike ato. Prandaj zgjedhja e zotit Rashić, siç edhe e kemi thënë që në kryet herës, u vërtetua që është në shpërputhje me kushtetutën. Gjykimi i gjykatës kushtetuese ka vendosur disa standarde ose ka rikonfirmuar disa standarde jashtëzakonisht të rëndësishme që përcaktohen në kushtetutë dhe në rregulloren e punës së kuvendit. Ajo çka e kam pa në jo pak raste që është ngrit në rast se rregulloria e punës së kuvendit është një akt në cilën natyrisht që duhet me u bazu gjykata kushtetuese, por pavarësisht faktit që është rregullore, është akti vetëm që ka bazë dhe mbështetje të drejtë për drejtë në kushtetutën e vendit dhe për më tepër ka efektin edhe të ligjit, e ka thënë edhe gjykata kushtetuese në njërin prej pikave të gjykimit të fundit për faktin se ajo përveç se rregullon aspekte procedurale, është për miratimin e saj nevojitën 2/3 e deputetëve të kuvendit për ta votuar dhe për më tepër bazuar në faktin se sipas nenit 113 të kushtetutës palët e autorizuara mund ta ngrenë çështjen e gjykatën kushtetuese si për nga përmbajtja ashtu edhe për nga procedura natyrisht që rregullohet përmes në rastin konkret rregullores së punës së kuvendit. Prandaj vlerësoj që gjykimi i gjykatës kushtetuese është në linjë me detyrën dhe përgjegjësinë që ka kjo e fundit për ta interpretuar si për nga përmbajtja, si për nga procedura në rast se një akt është ose jo në pajtim me kushtetutën. Po ashtu, vlen theksohet edhe fakti që gjykata kushtetuese ka përcaktuar që ndonë se i ka vendosur disa premisa si në rregullore, po ashtu edhe në akt gjykimet paraprake si rrethana përjashtuese, ka thënë që ato nuk mund të përdoren si rregulla dhe se të drejtat e komuniteteve përfshirë edhe komunitetin serb nuk mund të shfrytëzohen pafundësisht deri në shkallën e bllokimit dhe ato do të mund të vinin në shprehje situata deblokuese në rast se hipotetikisht subjekti politik lista serbe në rastin konkret nuk do të propozonte asnjë kandidat gjë e cilën natyrisht që e ka bërë, prandaj natyrisht që legitimiteti është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe në rrjedhë të kësaj nuk mundet dikush si vetëm për dallim prej 9 të tjerëve me përfaqësu komunitetin, prandaj domethënë standardet i ka rikonfirmuar edhe unë besoj dhe shpresoj që do të ketë reflektim të subjekteve politike në drejtim të ndërmarrjes së veprimeve sa më parë që të jetë mundur për konstituimin e kuvendit, sepse janë afate tepër të shkurtra brenda se cilave duhet të ndërmerren këto me theks veçantë çështja e buxhetit të vendit është një detyrë, është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe për faktin se shumë lehtë mund të vijmë në një situatë jo fort të largut ku edhe mund të kemi bllokim të komplet shtetit për sa i përket çështjeve buxhetore, po ashtu vlen theksohet fakti që edhe zgjedhja e institucionit përkatësisht zgjedhja e presidentit ose presidentes së vendit është po ashtu brenda afateve shumë të shkurtra kohore brenda së cilës duhet me u ndërmarr, prandaj unë pres që ka mes javës më së largu javës së ardhshme të kemi fillimisht certifikim të rezultatit të zgjedhjeve në mënyrë që pastaj të aktivizohet presidenti i vendit që brenda afateve kushtetuese ta ftoj. Kemi edhe nenin 67 pra të kushtetues, cilin faktikisht po thirren edhe deputetët e lëvizjes vendosje kur po e komentojnë edhe gjykimin e gjykatës kushtetuese. Pikërisht është pika 4 pra 2 nënkryetarë përfaqësojnë komunitete që nuk janë shumicë në kuvend dhe ata zgjidhen me shumicën e votave gjithë deputetëve. Njëri nënkryetar do jetë nga radhat e deputetëve të kuvendit që mbajnë vende të rezervuara ose të garantuara të komunitetit serb dhe tjetri nënkryetar nga radhat e deputetëve të kuvendit që mbajnë vende të rezervuara ose të garantuara nga komunitete tjera që nuk janë shumicë. Pra, këtu nuk thuhet që domosdoshmërisht nënkryetari të jetë nga partia më e madhe. Po, gjykata kushtetuese në gjykimin e fundit, siç e përmenda në disa raste, i përmend disa elemente jashtëzakonisht të rëndësishme. E para, legitimitetin e përfaqësimit në mekanizmin siç është kryesia e kuvendit, si dhe pamundësinë që përmes numrave
të abuzon qoftë njëra, qoftë pala tjetër. Si dhe i përmend disa instrumente jashtëzakonisht të rëndësishme, siç është mirëbesimi reciprok, pastaj natyrisht që janë instrumente përmes të cilave duhet të materializohen këto mekanizma, këto të drejta që ju kanë dhënë komunitetit. Është e vërtet që, më thënë, këto premisa i përcakton kushtetuta. Mirë po, përfaqësimi në kryesinë e kuvendit, siç e kam thënë, më thënë, ka qenë një test për gjykatën kushtetuese në rast se do të jetë e nevojshme vetëm të qenurit pjesëtarit i këtij komuniteti apo krahas të qenurit pjesëtarit i këtij komuniteti, për kaq është komuniteti serb, duhet të plotësohen edhe disa kërkesa të tjera, të cilat pastaj natyrisht që instrumentalizohen ose materializohen përmes rregullores në 12 paragrafi 6, i cili e përcakton shumë qartë që duhet të propozohet nga shumica e deputetëve që i përkasin komunitetit në fjalë dhe duhet të bëhet propozime me shkrim, mekanizmat të cilat në rastin konkret asnjëri as tjetri nuk janë plotësuar. Prandaj është vlerësuar që është në kundërshtim me parimet e legjitimitet, parimet bazë të përfaqësimit në këtë mekanizëm. Po, profesor, ka pasur dhe komente